Përshëndetje, jemi në podcastin tonë në Rënoja. Sot kemi kryetarin e Partisë Lëvizje Bashk, Arlind Qovin. Përshëndetje Arlind. Përshëndetje ju, edhe gëzon fakti që keni arritur të organizoni podcast për të komunikuar me qytetarët e Durrësit. Ky podcast është hapi i parë që ne të arrijmë të komunikojmë për herë të parë me këto banorë që nuk kanë pasur asnjëherë një komunikim nga ky pushtet. Nga ky pushtet që siç e quhen dhe ti gjithmonë një pushtet oligark. Pse ke vendosur ti fokusohesh gjithmonë oligarkisë si nga ana politike, po edhe nga ana ekonomike? Pse mendon që në Shqipëri ekziston ky pushteti oligarkik? Po, leo të bëj një tip analize historike në fillim. Oligarkia është një term që është përdorur për herë të parë në qytetrimin e vjetër helen dhe ka shenjuar një sistem politik ekonomik ku pak njerëz, shumë pak në numër, po jashtëzakonisht pasur, kanë mbajtur pushteti politik dhe kanë përdorur pushteti politik për të pasuruar akoma dhe më shumë. Oligarkia konsiderohet si ai sistem politik që është e kundërta e plotë të demokracisë. Pra mund të ketë plot sisteme jo demokratike, mirë po sistemi më antidemokratik i mundshëm, që bie ndesh demokracisë në të gjitha aspektet e veta, është oligarkia, se siç thash, në oligarki një pakicë e papërfillshme numerikisht, por të jetë e pushtetshme politikisht dhe shumë e pasur ekonomikisht, kontrollon fatet e shoqërisë. Shqipëria, besoj unë prej shumë vitesh tashmë, mund të përkufizohet si një sistem politik ekonomik i tillë, pra pak njerëz, politikanë të korruptuar dhe oligark që janë pasuruar shumë përmes bashkëveprimit të korruptuar në politikanë, jo vetëm kontrollojnë gjitha pikat strategjike të ekonomisë, jo vetëm kanë vendosur monopole në sektorët kryesor të ekonomisë, po praktikisht e kanë shtruar shtetin në një instrument të interesave të tyre të ngushta, dhe rrëmjes shtetit kontrollojnë burimet ekonomike të shoqërisë dhe diktojnë ritmin e jetës sociale. Për gjitha këto arsye, edhe për faktin që unë, se gjithë ne besojmë fort te demokracia, tek barazia politike shoqërore mes njerëzve, i kundërvijimi i oligarkisë edhe në parim, po edhe për shkak të efekteve që oligarkia sjell në jetën tonë. Fatkesisht, një që doli edhe në antikitet, në Durrës kemi një histori pak fatkeqe me oligarkinë. Kohën e luftës së dytë Peloponezit pak a shumë, përmend Aristoteli pa dhe filozofë tjerë faktikisht, Durrësi ishte një nga vetme koloni greke të asaj kohe, ku ishte pushteti oligarkik. Shumë polis që u ndodhin në Greqi në atë kohë, apo territore kolonike greke, kishin pak a shumë, disa kishin një pushtet demokratik, disa diçka të përafërt, ku mund të ishte edhe një farë aristokracie, po Durrësi në shumë teste antike shfaqet si një republikë oligarkike. Dhe çudia më e madhe është se në të gjitha testet, nga kushdo filozof ai qoftë, është dhe një kritik për këtë shoqëri oligarkike që ndodhet në Durrës. Kjo shoqëri oligarkike faktikisht do të vijë më shumë nga shoqëria korinthiase, që kishte koloninë e vet tregtare në Durrës, por që nuk menaxhonte vetëm pjesën oligarkike për sa i përket ekonomisë, por edhe pjesën shoqërore. Durrësi, domethënë, që të flasim pak a shumë për Durrësin aktual, ishte ndarë në dy copa. Durrësi, që sot quhet Durrësi i ri, po faktikisht asaj kohe ishte Durrësi i banuar nga qytetarët e thjeshtë, dhe Durrësi antik që ishte i banuar nga këto familjet oligarke. Dhe diferenca që unë dua ta lidh me ditët e sotshme është që kur u rikthyet Durrësi në një provincë romake, që nuk e quante asnjëherë Durrësin provincë oligarkike. Më saktë ishte edhe ai ligji që ato e quheshin civitas libera, që është pak a shumë që qytetarët kishin të drejtat barabarta edhe përballë aristokracisë dhe romake e qoftë. Por, në tekstet antike, edhe Ciceroni për shembull ka përmendur, mënyra se si ishte pushteti politik në Durrës, ishte diçka që ndryshe nga grekët u sillte një farë censure antike që po ndodh dhe sot. Pse censura mediatike sot fokusohet gjithmonë tek humbja e kësaj oligarkisë që qytetarët e shohin më së miri që ekziston, nuk është diçka për të fshehur faktikisht. Pse sa më shumë rritet, domethënë rritet edhe mirëqenia, aq më shumë rritet edhe censura njëkohësisht. Shikoj, oligarkit kanë gjithmonë një problem të madh, duke u shërbyer interesave të një pakice shumë të vogël, nga kama numerike, do duhet krijojnë legjitimitet. Pra, si të ta shesin sapunin për djath. Kur gjithë shteti funksionon për interesat e të pakëve, si t'ja bëjmë që të gjejmë ose të mbjellim ose të prodhojmë konsensus të shumtët. Pra si ti bësh njerëzit që pavarësisht se ty shtyp, pavarësisht se i vjedh,
pavarësisht se i poshtron, ata minimalisht mos rezistojnë, ose minimalisht mos kundërvihen në mënyrë të organizuar. Dhe këtu shkojmë tek domosdoshmëria e propagandës. Çdo sistem politik dhe ekonomik i padrejtë, çdo sistem politik dhe ekonomik ku përfitojnë pak vetë dhe psojnë shumë tjerë, ka nevojë për propagandë, në mënyrë që ata që psojnë të mos ngrenë krye, ata që psojnë të jenë të organizuar, ata që psojnë të jenë pesimistë, se gjërat nuk mund ndryshojnë. E në rastin ekstrem, ata që psojnë mos e kuptojnë që po e psojnë. Ky është niveli le të themi më i lartë i propagandës, aty ku varfëria shitet për mirëqenie, robëria shitet për liri, dështimi shitet për sukses. Dhe unë kam përshtypjen që në shoqërinë tonë, si që vetëm Durrës, kudo nëpër Shqipëri, oligarkia ekonomike dhe politike sundon edhe nëpërmjet formave të propagandës, që thotë në kontrollit bjereve kryesore të komunikimit, televizioneve, në radhë të parë, pastaj ka edhe një shumësi, portale, burime tjera interneti që përdoren në mënyrë propagandistike, pikërisht për të riprodhuar këtë marrëdhënie dominuese, ku pak fitojnë në kurrizë të shumtëve. Dhe kjo është arsyeja pse zërat kritik, zërat që bartin të vërtetën, siç e bëjmë në lëvizjen bashkë, janë relativisht përjashtuar nga komunikimi publik, ose kanë një, si thua, psojnë një diskriminim të madh, një dizavantazhim të madh kur duan të komunikojnë me qytetarin. Ne mi fjala bëjmë këtë podcast tani në zyrën modeste të lëvizjes bashkë në Durrës, sepse praktikisht është mënyra e vetme se si ne mund të komunikojmë nga Durrësi me qytetarët e Durrësit. Por në rast ju siguroj që në rast se bëhet mjaftueshëm i suksesshëm, do fillojnë sulmet edhe ndaj këtij podcasti, por gjithsesi kjo është kudo ku ka pushtet, thoshte një filozof, Michel Foucault, ka dhe rezistencë. Kudo ku ka shtypje, kudo ku ka zhvatje, kudo ku ka manipulim, ka dhe rezistencë politike, shoqërore, ideore. Kështu do vazhdojmë të rezistojmë. Ku e shikon më shumë të rezistencën shqiptarëve? Ku e shohin atë dritën në fund tunelit? Domethënë, ne luftojmë për të dritën në fund tunelit. Pa ekziston e vërtet, është një dritë fund tunelit ku shqiptarët kërkojnë rezistencën. Tani, drita kryesore në fund tunelit në Shqipërinë e dekadave të fundit është emigrimi. Po do ta pranojmë. Domethënë, shqiptarët në shumicën e rasteve detyrohen të rezistojnë duke u dhënë këmbëve, duke u larguar nga Shqipëria. Ka politologë që konsiderojnë emigrimin votim nëpërmjet këmbëve. Pra, si të votosh ti kundër një sistemi politik dhe ekonomik që të merr frymën, njëra është vota drejt për drejt, tu kundërvihesh drejt për drejt me votë, tjetra është mënyra e tërthorë, po themi, që është ajo e emigrimit. Mirë po, prapë mendoj që ka edhe drita të tjera, më produktive, më të dobishme, të rezistencës qytetare shqiptare. Edhe këtu në Durrës, unë kam parë që ju qytetarë Durrësit, her pas here ngrinin çështje, organizohen protesta, lëvizje, ndoshta jo shumë masive, po fundja masiviteti i protestave në rang Shqipëri është shumë i rrallë, jo më në një rang qyteti. Nga ana tjetër, unë vrej që aksioni lëvizjes bashkë, jo vetëm Durrës, po anë e këndë Shqipërisë, po rritet. Shumë qytetarë po na inkurajojnë, po e shohin shpresën tek ne, pra po na thonë jeni ju ajo drita që ne e shohim fund tunelit, dhe përgjigja jonë zakonisht që jo, fakt drita jeni ju, do të thënë jeni ju që e kërkoni ndryshimin, sepse mos harro diçka, lëvizja bashkë është produkti i jetës sociale në Shqipëri, edhe i nevojave të shoqërisë shqiptare. Ne ekzistojmë politikisht sepse ka mjaftuar shumë njerëz në Shqipëri që kërkojnë një shteg të ri. Sikurse nuk do të kërkonte askush, asnjë nuk do ekzistonin politikisht. Pra, ne jemi shtruar një parti parlamentare sepse qytetarët shqiptarë në një mas caktuar kanë menduar se na duhet një shteg i ri, i ndershëm e kompetent politik, dhe bindja ime është që sa më shumë kaloj muajt, aq më e gjerë bëhet popullsia që kërkon të ndryshme. Kam vënë re për shembull që sidomos ke shtresa e mesme, që ka njerëz zakonisht të vështirë të besojnë që lëvizja bashkë është ajo për cilën tregon, kuptimin që e kanë vështirë të besojnë që ekziston një parti politike në të mes, sot parti parlamentare, që përfaqësohet nga njerëzit e thjeshtë, pa dallim ekonomia apo status apo qofshin. Për shembull, që u përmend dhe më parë, në Durrës një formë rezistence që ka qenë këto muaj ka qenë ajo për cilat do sheme shtëpijet afër amfiteatrit dhe lagjes Skala. Është një projekt që po menaxhohet nga Tidi, në të cilët
e gjitha lagja e vjetër e kalas dhe ajo përmbi apo nën amfiteatër, do të shembet si pasojë e një projekti ku në një anë do të bëhet lulishte, ku lulishte aty më parë ishte, dhe në anën tjetër do të bëhet një velier për hekurit. Ajo veliera për hekurit do të kushtoj fatkeqësisht shumë, do të jetë me kafene dhe jo me produkte historike, ndërkohë shtëpiat e qytetarëve, përveç se nuk kanë zgjidhje, do të shemben duke i lënë edhe mëshirë fatit. Kjo gjë është parë edhe në Tiranë, si me lagjin e 5 majit. Pse gjithmonë zgjidhet kjo mënyrë frike ndaj qytetarëve, kjo për t'i dëbuar asnjëherë për të gjetur një zgjidhje, se nuk mund të jetë justifikim vetëm vjedhja, se është thjesht vjedhësh më shumë sa kanë vjedhur. Ka diçka më shumë, kush mund të jetë ajo? Pro, vjedhja është një arsye shumë serioze për të përdorur. Jo, ne na është bërë kështu fjalë ditës vjedhje, po. Do pas parasysh diçka që ata që kanë pushtetin vjedhen shumë mënyra. Mënyra më shumë brutale është ku e krijojnë problemin dhe pastaj bëjnë sikur e zgjidhin problemin edhe pastaj sigurisht kjo zgjidhja i problemi imagjinar është korrupsion total. Raste të tjera janë raste më të thjeshta ku problemi ekziston vërtet, po ata fryjnë kostot e zgjidhjes problemit. Kështu duhet shtruar një rrugë, pa diskutim që rruga duhet shtruar, ose kur e shefish me gropa me balë, nuk thua do pse shtron rrugën. Ama për të korruptuarin, shtrimi i rrugës është një mënyrë për të vjedhur 20% apo 30% kostos asaj rruge. Po ta vësh re politikanët në Shqipëri duket sikur han duart për punë. Unë kujtoj Erion Velia që quante vetë punë mbaruar apo një gjë e tillë, pra ju han duart për punë. Mirë, në fakt nuk është puna ajo që duan të bëjnë, por është vjedhja nëpërmjet një investimi publik. Pastaj ka raste si rasti i lagjes në Kalan historike të Durrësit që këtu kanë përshtypjen që këtu është një abuzim i shumangshëm, sepse nuk arrit të kuptoj pse duhet prishër shtëpi apo pse duhet përzërë një komunitet që ka qindra vjet që jeton në... Jo, ajo faktikisht ligjërisht është një abuzim, domethënë ta marrësh ata nga ana ligjore, është abuzim, nuk është se është përputhje me një ligj që është bërë më parë apo me një komunikim nga bashkia. Ajo është thjesht një mënyrë me shpresën që ato kishin që banorët asaj zone nuk do të krijonin asnjë lloj rezistencë, do pranonin fatin siç e kanë pranuar shumë lagje tjera dhe do mbyllë aty siç është mbyllë gjithmonë. Diferenca është pikërisht kjo që po përmend, është një gjatësia që kanë ato banorë aty. Ato nuk është se ndjejnë vetëm pronën ekonomike të asaj zone, nuk është se do kënaqen edhe me një lloj shume për sa i përket banesës. Ato aty mund të jenë me qindra breza. Qindra breza që nuk justifikon dot një shembje dhe sidomos një kompensim që sharak fundja fundit. Po, duke se kemi pa shumë herë, kemi pa dhe me velierën. Veliera ka një kostull për 12 milion euro. Koordinatori jon i bazës, Sertan Kacani, ka bërë fushat gjigante për atë velierë. Disa herë qytetarët janë bashkuar në këto protesta, disa herë tjera jo, po veliera mbetet aty. Kjo gjë zakonisht na tren ne shqiptarëve se shohim që organizohen protesta, dhe protesta me energji dhe protesta me kauza drejta, po asnjëherë nuk ndryshon situata. Ne lëvizje bashkë kemi vërtetuar kundërtën faktikisht, me protestën e pensionëve, me protestën e studentëve, po shqiptarët çfarë mund t'i shtojnë më shumë të protestojnë me idenë që nuk do të marrin gjithmonë mbrapsha për atë cilën protestojnë. Po shiko, asgjë nuk do zgjidhet vetëm me një protestë. Hiç rasti kur protesta për qenë gjigante, historike, mbledhen 200 vete në një shesh të madh, aty po, mund të jetë presioni aq i madh sa që ata që janë pushtet thotë çfarë doni vetëm na lini edhe ca ditë pushtet. Zakonisht edhe në përbot, ne duhet të mësohemi që protestat, aksionet, lëvizjet qytetare janë një proces. Por nuk është thjesht akti, është procesi. Procesi është i rëndësishëm. Është fakti që ti e shtron atë rrugën drejt të drejtave, po themi pllak mbas pllake, nuk mund shtrohet rruga brenda një vite. Mua nganjëherë, se herë pas here diskutoj me qytetarë, ka qytetarë që mendojnë që ka nevojë për durim, ka nevojë për organizim, ka nevojë për të parë në afatgjat se çfarë duhet ndodhë, po nganjëherë ka dhe qytetarë që pa durimi thotë po nuk ndodhi tani, po nuk ndodhi sot, atëherë mori fund gjithçka. Po pra, më duket një mënyrë për t'u shmangur vërtetës. Domethënë, ndryshimet e rëndësishme nuk janë ndryshime që vinë brenda ditës. Natyrisht historia ka dhe ngjarje të mëdha. Po ngjarjet e mëdha zakonisht nisin procese. Nuk është ngjarje në vetvete që i prodhon të gjitha. Domethënë francezët kanë 14 korriku në marrjen e Bastillës. Ajo është data që shënon nisi një procesi që vazhdon
një shembull e ca pastaj, efektet e revolucionit francez. Jo, sot edhe një protestë e tillë bëhet në Francë dhe dikush sjell mend Bastillën. Është normale. Është një zinxhir pastaj fenomenesh që futen brenda një procesi, ato që do të prodhojnë të mira. Po të marrë një rastin e protestave të pensionistëve në Shqipëri. Ne vjet në tetor nisën të organizohen pensionistët, bëm disa protesta dhe u arrit diçka. Sigurisht, jo gjithçka, po diçka u arrit. Çfarë u arrit? Fakti që për në 2024 dhe 2025 qeveria ka dhënë bonuse që ka qenë sa 2 fishi i bonuseve që jepte më herët. Pra e shikon që protesta prodhon një efekt. Do thuash ti, fakti që ti merr 50.000 lekë më shumë në vit të vjetra nuk është ndryshim domethënës në jetën tënde. Edhe kjo është e vërtetë. Por ama është hapi që ty t'je besim që po vazhdua me hapat të tjerë, jo vetëm do të marrësh koncencione nga një qeveri e korruptuar, po do të kesh fuqinë për ta zëvendësuar pastaj atë qeveri të korruptuar dhe për të vënë në krye të punëve njerëz që pastaj do të kenë edhe karakterin edhe kompetencën që do ta zgjidhin çështën e pensioneve. Pra mund të marrim shumë raste në historinë tonë bashkëkohore ku ka efekte. Problemi ka qenë gjithmonë vazhdimësia. Dhe që të ketë vazhdimësi, duhet të ketë një strukturë permanente. Dhe kjo strukturë permanente është historia një modernitet, një parti politike. Një parti politike të mirëfillë, siç është Lëvizja Bashkë, demokratike në organizimin e brendshëm, me frymëzim, me ideale, sepse partia politike është ajo që mbetet atëherë kur protesta mbaron. Është ajo strukturë aktivistësh që mbeten edhe në ditën ku nuk po ndodh ndonjë gjë e madhe. Pra, qytetarët zakonisht vinë tek dita e madhe, dita kur thirret protesta, dita kur ka lëvizja, sepse sigurisht kanë punë të tjera, kanë përparësi të tjera, po që të kemi her pas here, po themi, shpërfime të tilla, do duhet që të ekzistojë një infrastrukturë politike e shëndetshme, siç është Lëvizja Bashkë, dhe që është në rritje që të jemi gjithmonë gati, dhe që protesta e dytë të lidhet me të parën dhe të ndërtohet mbi arritjet e së parës dhe protestat mos jenë thjesht si shkëndija të palidhura me njëra tjetrën dhe që nisin një moment shuar në tjetër dhe nuk shkën fare gjurë më tarë. Kjo është e vërtetë, se edhe sot Lëvizja Bashkë shumicën e organizimit e ka nga studentë dhe pensionistë. Ka jo e studentëve sidomos ne ishim për të mirëqenë faktikisht këta abonem falas që mas shumë protestave është marrë. Po sot në Durrës një abonet tillë nuk ekziston. Sot në Durrës një student është detyruar të marrë te urbane në rastet më të këqija. Qose ai është nga plazhi, do të marrë me SSB 3 urbane që të shkojë deri në shkollat të 8 mbrapsh. Deri më sot në Durrës akoma nuk është arritur, jo vetëm të organizohet një protestë, por edhe thjesht të ngrehet si problematikë, sepse më keqja problematika është që sa më shumë kohë kalon, aq më të mirëqenia merren. Në Tiranë, kush ishte shkëndija që solli në abonet falas që ishte protesta? Protesta e 2018-s. Studentët e 2018-ën bën protestat historike për Shqipërinë bashkëkohore, edhe një nga efektet e protestës ishte që filloi flite për disa drejta të reja të studentëve, dhe një nga drejtat, paktën për studentët e kryeqytetit, u bë aboneja falas. Bashkia e Tiranës ka miratuar abonen falas për pensionistët pasi Lëvizja Bashkë ngriti si çështje në fushatën e 2023-shit. Dhe filluan të integrojnë pensionistët në aksionin ton politik. Pra nuk fitohen të drejtat vetiu, të drejtat nuk t'i fal njeri, nuk t'i dhuron njeri. Zakonisht ata që janë pushtet janë aty për të shërbyer interesat veta, jo për të shërbyer popullit apo shoqërisë. Sot kemi pas një klik politike fundekryet korruptuar dhe papërgjegjshme, që i ka humbur lidhjet organike me shoqërinë. Dhe këtë klik e cila duhet rrëzuar në instancë fundit, po kësaj klike përkohësisht mund të marrësh koncesione vetëm duke e goditur, vetëm duke bërë presion, vetëm duke kërcënuar që po nuk më dhe si shtres shoqërore atë që na takon, ne do ta përshkallëzojmë aksionin ton. Kjo është arsyeja pse ka një vit e ca që Edi Rama që kurrë më parë nuk flisë për pensionistë, që pas protestave të dimrit të 2024-s filloi të njerë në muaj përmend çështën e pensioneve, sepse e ndjen vështirësinë. E ndjen që ka jo vetëm pak kënaqësi të madhe, se pak kënaqësi nga ato, po tashmë ka dhe një potencial rezistence mes pensionistëve. Që timi dhe vërtetën të kohët e fundit ka filluar edhe të shtojë dhe gënjeshtrat, që ajo pjesa e shtimit pensionit që edhe deputeti jonë Redi Muçi demaskoi pak a shumë që
ti faktikisht po heq bonusin, nuk po ofron një pension më të madh. E vërtet. Detalli besoj nuk ka pensionistë që sot nuk e kanë kuptuar. Siç nuk e kanë kuptuar pak a shumë edhe studentët që po përmend. Ti si pedagog vetë ke vënë re që studentët kanë një iniciativë më të madhe se pjesa tjetër e popullsisë për protestuar, paktën për studentët e sotshëm. Ka një shpresë që populli mund të mbajë ato. Problemi me studentët si shtresë shoqërore është që ndryshojnë me kohën. Nga përvoja ime, për shembull, brezat e studentëve që kanë qenë midis vitit 2014 ose 2013, 2018-19 kanë qenë jashtëzakonisht aktiv. Dhe nuk është vetëm çështje moshe, është çështje e momentit ku ndodhet Shqipëria edhe sa të rinj kanë në qarkullim, dhe ka vërdall. Ato vite kanë qenë edhe vitet e ekspansionit të universiteteve. Pra, universitetet shihesh shpresë e madhe, shumë të rinj futesh në universitete. Se kishin ëndrrën që në rrugët e universitetit do të ndryshonin fatin e tyre. Dhe kur njerëzit futen mas me një entuziazëm në një institucion, e kanë më të kollajti ku do vinë aty institucionet e shtetit pastaj që nuk po jep atë që ata duan, edhe nuk po përmbush pritshmëritë e tyre. A çfarë ka ndodhur vitet e fundit fatkeqësisht është që për shkak të zhgënjimit me politikat shtetërore, shumë të rinj kanë zgjedhur emigrimin. Dhe sot pjesa më e madhe e fakulteteve në Shqipëri janë bosh ose gjysmë bosh. Sa ka qenë pak a shumë? Po të marr rastin e Degës kur unë jam mësim. Kur ndodhin protestat e mëdha studentëve, një klasë kishte të paktën 100 studentë. Sot ka maksimumi 40 studentë. Është një rënje domethënë 20 studentë shumica digën nga shteti të punojnë. Sot në një pjesë të madhe të degëve të universiteteve publike ka më shumë vende bosh se sa studentë që duan të regjistrohen. Në vitin parë ka pas shumë të tepër studentë se vende bosh dhe përpasoj kishte konkurrencë kush do të regjistrohej në ato degë. Sot Shqipëri funksionojnë, kuptimi që kanë ende interes shtuar nga të rinjt, vetëm ato pak degë që të sigurojnë një bilet jashtë Shqipërisë. Mjekësia, infermieria, inxhinieria informatike. Këto janë degët që janë ende popullore. Po jo sepse ekonomia shqiptare kërkon punë të kualifikuar, po sepse ekonomia gjermane, ekonomia e vendeve të tjera, ose struktura sociale e shërbimeve sociale të atyre vendeve kërkon punëtorë të kualifikuar, punonjës kualifikuar që janë mjekët, infermierët edhe informaticienët, dhe kësaj të rinjtë arsimohen në Shqipëri për t'ikur jashtë Shqipërisë. Dhe kjo është një marrëdhënie të jetë problematike pastaj mes institucioneve në njërin anë, që janë në krizë, dhe të rinjve që nuk shohin shpresë më tek këto institucione. Gjithsesi, them kjo, rinia është mosha ku njerëzit guxojnë më shumë. Është mosha ku njerëzit kërkojnë më shumë. Është mosha që ti je optimist prej natyre, domethënë mendon që je i përjetshëm. Një filozof që e kam për zemër thotë që kur je është i ri mendon që s'do vdes kurrë. E të që optimizm vjen, sigurisht ti e di që do vdesësh racionalisht, por jeta emocionale të duket se je aq i fuqishëm, aq kreativ, saqë nuk do vdesësh kurrë. E vëgjëro çfarë energjish ka njeriu dhe çfarë optimizmi ka njeriu në atë moshë që mendon që s'do vdes kurrë. Kështu që rinia e ka këtë aspekt, unë e shoh, sa herë ne kemi bërë protesta, kemi pas pjesëmarrje të mirë nga të rinjt, madje edhe protestat e pensionistëve, një pjesë e mirë e pjesëmarrësve, gati gjysma e pjesëmarrësve ishin të rinj, pra që vinin për solidaritet. Aty. Kështu që unë prap kam besim tek rinia. Lëvizja Bashkë është një parti që pjesë më të madhe të aktivistëve vetë i ka ose shumë të ri ose shumë vjetër. Pra ose bosha 20 vjeçare ose bosha 70 vjeçare. Pra të rinjtë pensionistët, do se edhe për faktin, pensionistët kanë më shumë kohë dhe më shumë hallë. Të rinjtë kanë më shumë nevoja edhe më shumë kreativitet, janë ata që po themi përbërin shtyllën kurrizore të aktivistëve tanë, që Lëvizja Bashkë pastaj ka mbështetjes anëtarë në gjitha shtresa mesme, punëtore, kështu me radhë. Mirë po, ku vjen puna te aktivi, do të ai që del në rrugë, ai që del të protestojë, këto dy kategori shoqërore unë shoh që vitet e fundit i spikasin mes të tjera. Faktikisht kjo nuk ka qenë vetëm Shqipëri, edhe në zinë lindore, pak a shumë apo në ato jugore, në vende si Indonezia apo Nepali, është vënë re që kjo e ashtu quajtura Gen Z ka patur më shumë kuraje të protestojnë.
ndoshta nga fakti që është edhe gjenerata që po vuan më shumë pasojat e gjithë këtyre viteve. Po në Shqipëri duket kjo energjia, duket që ekziston një energji, por që akoma nuk ka marrë një formë as ato embrionale, le të themi, për të shpërthyer. Kjo formë embrionale me anë të studentëve mund të vi me një punë të fortë nga ana e vetë studentëve, apo duhet të jetë një menaxhim më i mirë i strukturave sociale, ndash nga lëvizja bashkë, po edhe nga të rinjtë të tjerë. Kjo potenciali është aty. Detyra e aktivistëve politikë është që potenciali ta kthejnë në aktualitet, domethënë atë që është e mundshme ta bëjmë fakt, ta bëjmë realitet. Ne kemi, duke pas mjaft aktivistë të rinj, kemi edhe kontakte me të rinj, jo vetëm në shkollë, po në punë. Nuk do të harrojmë diçka që shumica e të rinjve sot punojnë. Një nga dallimet kryesore midis rinisë sotme dhe rinisë kur unë kam qenë tamam i ri, jo sot tani, është se kur unë isha student, në klasën time nuk punonte pothuajse asnjëri nga shokët e shoqët e mi. Unë mbaj mend vetëm një shokun tim që punonte. Pra që kishte nevojë punonte për të mbajtur veten në qytet. Ndërkohë që sot pjesa e madhe e studentëve të mi punojnë. Dhe vetëm studentëve të mirë, pra studentëve të gjithkujt, të gjitha degët. Pra, kemi një subjekt të ri social që po ndërtohet prej vitesh, që është subjekti një të riu që edhe studion dhe punon. Që thot një të riu që ka më pak kohë, por ka dhe më shumë pakënaqësi. Dhe ne duhet të gjejmë, dhe mu mendoj që jemi rrugë e dur, të gjejmë pikërisht atë pikë ekuilibri ku atë pak kohë që njeriu ka të shërbej kanalizimit të pakënaqësisë të mbledhjit vet, po edhe këtyre, po edhe të aspiratave të veta. Sepse ne jemi një parti të majtës demokratike, edhe e majta e ka këtë veçori që nuk mjafton vetëm mbledhji, nuk mjafton vetëm pakënaqësia, nuk mjafton vetëm, si thua, dëshira për të mposhtur atë që ke përballë ty me të keqe të korruptuarës. Ne kemi edhe ëndrat, ne kemi edhe aspiratat, kemi edhe optimizmin. Edhe kjo është veçoria, besoj, e një politike përparimtare, që është sigurisht edhe politike përballjes, edhe politike protestos, edhe politike shprehjes pakënaqësisë, por edhe gëzimit. Se unë mbaj mend protestat e studentëve, po edhe në studentëve dhe të grupeve tjera, se si vetë protesta është një proces ku ti nuk e sheh më atë që po bën vetëm si mjet për të arritur qëllime e mira, po edhe si qëllim vetvete. Pra thjesht protestë është bukur. Është bukur, pra nuk është thjesht na duhet për të marrë abonet falas. Po normal. Kjo po, patjetër, se kjo është piknisja. Por pastaj ti kupton që protestë në lëvizje është bukur thjesht. Dhe mund të jetë bukur vetëm sa kohë ajo lëvizje protestë, ajo strukturë politiko-shoqërore është e mbushur me gëzim, është e mbushur me solidaritet, është e mbushur me kreativitet. Dhe mua, prandaj, unë nuk e ndjej kohën. Do të pyes unë ty tani, me që jemi ty aktivistë të vizës bashkë. Unë nuk e ndjej si ballë kohën kur merrem me aktivizëm. Atëherë, aktivizmi vjen një farë momenti për mendimin tim që nuk mund të jetë më ballë. Është pjesë e jetës tënde. Don ti beson që kur kalon në një rrugë që nuk është asfaltuar dhe fucët bën me balë, aty është pjesë e kohës, se ti do të ikësh në punë. Po marrë, kjo është më banalja, qoftë edhe në probleme më makro. Po t'jap shembullin, për shembull, unë protesta parë që kam bërë një time, kam qenë diku 14 vjeç, më duket. Ka qenë protesta për Bashkinë e Dukësit. Ishte protesta, ishte projekti i ri që sot kemi, që do hiqte Shatervani vjetër etj. Unë si brez shumë i ri asaj kohe, nuk e kisha përjetuar magjinë e atij Shatervan. Unë dukte thjesht Shatervan piles dhe vjetër, nuk e kuptoja rëndësinë historike. Po shikoja që jo vetëm pjesëtar të lagjes time apo familjes time, po ishin mobilizuar një farë pjesë e qytetarisë për të protestuar për atë Shatervan. Ai Shatervan u hoq, nuk dihet mos ku është, po që aty ekzistonte shpresa dhe edhe kjo mua që në një farë momenti të parë mu dukte ajo protestë qesharake apo thjesht hajde ikim protestojmë se është bukur. Ajo protestë filloi duke ngjall shpresën që punë diçka mund ta ndryshojë edhe pse efektivisht ndoshta nuk e ndryshoi gjithmonë. Besoj që ke brezi i ri paktën edhe ke brezin nuk është diferenca që mund të ndryshoj gjithmonë në atë gjë që bëj. Është dhe thjesht kënaqësia që unë kam që unë po shfaq një problem që ekziston dhe do luftoj deri në fund që ai problemi të ketë mundësinë që mos jetë më problem.
mbas më bëj çik tepër filozofik se ç'duhet, dhe unë u ingranova në këtë debat, dhe do ta vazhdoj pak. Shiko, njeriu nuk mund të gëzojë vetëm. Imagjino sikur të jesh vetëm në një ishull, mund të kesh të gjitha të mirat materiale. Unë nuk besoj që njeriu mund të gëzojë vetëm. Njeriu që të gëzojë ka nevojë për një bashkësi njerëzish, ka nevojë për të tjerë si vete, ka nevojë për solidaritet, sepse bashkësia ty të jep fuqinë. Pra ti njeriu i zakonshëm, i dobët në jetën e përditshme, sepse je i një përballë një përbinç, një leviatani që është shteti, kur bëhesh me shumë të tjerë, për herë të parë kupton që sa i fuqishëm je bashkë me ta tjerët. Dhe kjo fuqi për bërë gjëra, kjo rritje kapaciteti, ty të fal gëzim. Pra gëzimi është ajo që ti mbjen ndërkohë që përjeton rritjen e fuqive tua, rritjen e mundësisë për ta transformuar realitetin, për ta bërë më të mirë, për ta bërë më të bukur. Dhe kjo është ajo që e karakterizon aktivistin. Pra aktivisti është ai njeri i cili është bërë bashkë me të tjerët dhe ka kuptuar ca dimensione, ca potenciale të vetes që më parë nuk ishte kuptuar. Pra fuqinë e një solidariteti të madh, pra fakti që mund të jesh bashkë me shumë të tjerë, dhe ata të tjerë nuk janë ata 4-5 vetë që ti një jetë e përditshme. Faktikisht shumica as nuk e njeh. Është një masë e madhe, është një masë që hapu, mund të bëhen pjesë të gjithë, dhe është një masë që pavarësisht se ka shumë mendje, prapë arrin të orientohet, arrin të prodhoj ide të përbashkëta, ideale të përbashkëta, aspirata, qëllime të përbashkëta. Me sa dukesh natyra njerëzore kështu. Unë u them njëherë studentëve të mi që një pjesë e filmave horror nisi me një njeri që del nga shtëpia dhe vren që qyteti është komplet i braktisur. Dhe kjo është frikë, dhe kjo është e frikshme. Nuk po ndodh asgjë, nuk po del një përbindës, nuk po të ha njeri, nuk po del një monster. Je thjesht ti vetëm, duke ecur vetëm në një rrugë që zakonisht janë të jetë populluara, dhe ti ecën. Jo, po është edhe frika primordiale e njeriut, frika e hësirës, frika që ti nuk din a ke diçka afër apo nuk e ke, frika që ti je vetëm, siç po e thuar. Njeriu ka nevojë për njerëz të tjerë. Edhe sado më shumë të jetë me njerëz të tjerë edhe në raste aktivizme apo në raste protestash, aq më shumë edhe unë personalisht e di re që jo vetëm i toleroj më shumë njerëzit, po edhe më kënaqem të jem ato, protestoj apo edhe thjesht bëj një dorë muhabet edhe me njerëz që ndoshta nuk kanë fare pikpamjet e mia. Më kënaq fakti që po marr një informacion të ri apo po marr një kundërshtim të ri. Unë besoj që pak në rinia shqiptare do ta ka aspiratën për protestuar, ka aspiratën për kundërshtuar apo thjesht për të qenë aktiv edhe kur gjërat shkojnë mirë, se edhe aty është e rëndësishme të jesh aktiv. Nuk mjafton që gjërat shkojnë mirë dhe okay, ikim flem gjumë e vazhdojmë punën. Por ajo që unë personalisht si i ri si ata do t'i ftoje gjithë rinin, është ta provojnë aktivizmin, ta provojnë, dhe unë mendoj që nuk do kishe të ri që po të protestonte apo po t'ishe aktivist me shokun e tij apo me një të ri tjetër që nuk e njeh, të ngel t'i zhgënjur. Nëse mund të plotësoj atë që the. Protesta është vetëm një nga format e asaj që quhet aksion kolektiv ose veprim kolektiv. Sepse ka protesta, ka greva, ka mbledhje, ka peticione, ka organizime të shumë llojshme. Sigurisht protesta është kulmore, pika kulmore. Mbaj mend dikur ka pasur mendje në një analogji historike që shekulli i parë, kur dikush i shpaloste dashuri, shpallte dashurinë, një burr i gruaj apo një gruaj një burri, thoshte unë protestoj dashurinë time për ty. Në këtë kuptim. Sepse fjala protestë do thotë ta shpallësh përpara botës, do ta shpallësh me guxim përpara botës pikpamjen tënde. Kështu që kur ne protestojmë, nuk protestojmë vetëm kundër një institucioni, por në një farë kuptimi shpallim botërisht qëllimet tona, idealet tona, aspiratat tona, dhe kjo na përmbush. Kështu që protesta është kulmimi i shumë veprimtarive kolektive, cilat janë si këto rrëkejt që mblidhen dhe bashkohen pastaj në një lumë. Se protesta nuk mund të jetë përditshme. Edhe një zinxhir protesta zgjat një muaj, 2 muaj, shuhet, ca muaj, rivin prapë. Për rëndësishme është që qytetarët e rreth parë të rinj të jenë pjesë e aksioneve kolektive, që mund mos jenë detyrimisht politike, mund të jenë ekonomike, mund të jenë shoqërore, mund të jenë një sindikat, mund të jenë një grup kulturor, mund të jenë një grup artistik, një grup sportiv. Shumë e rëndësishme, shumë nganjëherë më vjen keq kur flas me të rinj edhe i bëj këtë pyetje, sa prej jush janë antar të
grupimi çfarëdoshëm, që mund të jetë bashkësi fetare, grup tifozerie, letrar, politik, çfarë do llojsh. Dhe vrej që vetëm një pakic fare e vogël ka një përvojë të tillë, dhe jemi në keq sepse mendoj që jeta është e paplot, nëse njëri nuk është pjesë e diçka që çik më e madhe se vetja. Ne na kanë izoluar fatkeqësisht përmes politikave të mbrapshta të dekadave të fundit, na kanë izoluar tek vetja, tek një vete që ka frikë, tek një vete që është dyshuese ndaj gjithkujt, tek një vete që është gjithnjë më e varfër shpirtërisht, tek një vete që është e keqja vetes në fakt motivi. Edhe unë prandaj shpresoj që ne ta japim mesazhe të duhur gjithkujt që nuk po i durohet po kjo vetmia, po themi, që të afrohet me ne, vit bëhet pjesë e lëvizjes së bashkë sepse do japi kuptim më të gjerë jetës vet, dhe unë besoj që do gjej gëzim, përveç tjerave, do gjej edhe gëzim. Unë falenderoj shumë Arlin për kohën që na dhe sot. Falenderojmë dhe çdo që ka ardhur deri në këtë pikë duke na shikuar. Ju ftojmë në videot e ardhshme dhe mirë takofshim.